Po flasim për asamblejist të LDK-s, për kryetar të LDK-s, cilët për 15 vite me radhë i kanë përdorur ndërmarrjet publike lokale për të pozicionu familjar. Kapja e një qyteti nga një pushtet nuk duket ndryshe. Dhe këtë kapje, këta duan të vazhdojnë. Keni parasysh që asnjë ndërmarrje publike për këto 15 vite të menaxhuar nga këto familje nuk është profitabile. Nuk guxon një asamblejist të votoj lidhur me një çështje ku përfshihet drejt për drejt interesi vllaut, motrës, djalit, dhondrit etj. Dhe në tillë situatë të konfliktit të drejt për drejt interesit në seancën e asamblesë kanë qenë 10 vete. Vendosit janë dalë fjalën në momentin kur paraqiti skemën e familjarëve të zyrtarëve të LDK-s të përfshirë në punësimin në ndërmarrje publike. Pyetja është, si dilet për situatës, përgjigjja është me zgjedhje në kuvend komunal,